Kryeministri Edi Rama po zhvillon një vizitë zyrtare në Kosovë në vigjilje të 18 vjetorit të pavarësisë. U takua fillimisht me presidenten Vjosa Osmani, ndërsa në orët e pasdites u prit me ceremoni shtetërore nga kryeministri Albin Kurti. Fokusi i bisedimeve të secilit takim padyshim ishte gjyqi për ishkrerjet e UÇK-s në Hag me zhvillimet e fundit dramatike. Njëjtë ndodhi edhe me pjesëmarrjen në promovimin e librit Kur heshtja fleta Ahmet Shalës në Prishtinë. Aty kur Rama në fjalën e tij telendisi prokurorinë dhe gjykatën speciale në Hag me skërcënimesh, paralajmërimesh dhe mallkimesh. Rama rrëfeu edhe betejën e heshtur të Vjosa Osmanit me specialët e Hagës, që sipas tij bëri të pamundurën që të mos lejonte depërtimin edhe në zyrat e kreut të shtetit Kosovës. Jo vetëm agjenda e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, por edhe protesta e paralajmëruar në mbështetje të ishkrerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag, është tjetër arsye për vizitën e kryeministrit Rama në Kosovë. Në dhomat e specializuara në Hag, mbrojtja i ish-komandantit të UÇK-s Jakub Krasniqi paraqiti sot deklaratat përmbyllëse në kuadër të këtij procesi, duke sfiduar pretendimet e prokurorisë mbi vendet e ndalimit të përfshira në akt akuz. Avokati Aiden Ellis theksoi se prokuroria nuk ka ofruar prova që lidhin Krasniqin me më shumë se 50 vendet përmendura në akt akuz, përfshir Drenocin, Budakovën, Jeshkovën, Dobratin, Qerezin, Bubël, Zllash, Verbanin, Prizrenin, Glanasellën, Novosellën e Gjilanin, Suarekën dhe Novobërdan. Ai shtoi se nuk është shpjeguar mënyra se si prokuroria synon të vërtetojë ndonjë lidhje mes Krasniqit dhe këtyre vendodhjeve. Ndërkohë avokatja tjetër e tij, Alegendra Venkatesvari, përmendi rolin historik të Krasniqit si aktivist për lirinë e Kosovës, duke kujtuar 10 vite burg politik që ai kaloi nga 81-shi në 91-shin dhe torturat që psoi nga autoritetet jugosllave. Ajo theksoi se Krasniqi nuk ka kërkuar konfrontim ndaj serbëve, por ka kundërshtuar politikat e regjimit të Slobodan Miloševićit, dhe është përshkruar nga dëshmitar vendas dhe ndërkombëtar si figurë konstruktive dhe e moderuar, pa ndonjë përfshirje në krime ose plane kriminale. Seancat përmbyllëse vjojnë, ndërsa mbrojtja synon të rrëzojë akuzat e prokurorisë mbi ndalimet dhe përfshirjen e Krasniqit në aktivitetet kriminale të pretenduara nga organi akuzës. Presidenti Amerikan Donald Trump uron Kosovën me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë dhe riafirmon mbështetjen e palëkundur të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën, duke përgëzuar vendin për përfshirje në Bordin e Paqes dhe për kontributin në çështje globale si Ukraina dhe Gaza. Në letër, Trump thekson rëndësinë e zgjerimit të partneritetit përmes bashkëpunimit tregtar dhe investimeve, si edhe gatishmërinë e SBA-ve për të punuar së bashku për paqe dhe stabilitet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë mbi $2 miliard për Kosovën që nga vitin 98. Megjithatë, marrëdhëniet Kosovë-SBA kanë regjistruar tensione, kryesisht për veprimet të qeverive të mëparshme që lidhen me minoritetin serb, çka çoi në pezullimin e dialogut strategjik vitin e kaluar. Ambasada amerikane në Prishtinë ka bërë të ditur se SBA të jenë gatshme të rinisin procesin dhe të bashkëpunojnë me kryeministrin e ri Albin Kurti në mandatin e 3 të këtij të fundit. Kosova është njohur nga 121 shtete dhe synon antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian, ku ende përballet me mosnjohje nga disa vende. Urimi i fundit i Donald Trump thekson mbështetjen strategjike amerikane dhe rolin e Kosovës në iniciativat globale të paqes. Këshilli i mandateve mblidhet më 23 shkurt për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ndërkohë sot u mblodh grupi i Partisë Socialiste dhe me firmën e kryesocialistit Edi Rama, të Ulsi Manjës e Tauland Ballës, u propozuan ndryshime në kodin e procedurës penale. Shtohen 7 funksione që përjashtohen nga masa e pezullimit nga detyra, përkatësisht presidenti, avokati i popullit, kryeministri, zëvendës kryeministri, ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kreu i KLSH-s. Rama e cilësoi pezullimin e një ministri të papranueshëm, duke argumentuar se masa cënon funksionin kushtetues, jo individin. Ai theksoi se rasti Ballukut dhe ndryshimet ligjore janë procese të ndara. Fillimisht kuvendi do të shprehet për imunitetin, më pas për amendamentet. Kreu i qeverisë shtoi se dorëheqja e Ballukut është ofruar madje 3 herë, por nuk është pranuar prej tij, ndërsa paralajmëroi se shumica do të refuzojë çdo ndërhyrje në territorin kushtetues të ekzekutivit. Në telendisjen që i bëri SPAK-ut, por jo vetëm drejtësisë së re në përgjithësi, Rama tha se flet arrestet po lëshohen si ftesa dasmash.
Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi ndaj nismës së Partisë Socialiste për ndryshime ligjore mbi pezullimin e zyrtarëve, duke akuzuar direkt kryeministrin Rama për ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Sipas tij, amendamentet synojnë të kufizojnë kompetencat e prokurorisë dhe të mbrojnë anëtarët e qeverisë, duke e cilësuar situatën si udhkryq të rrezikshëm për vendin dhe integrimin evropian. Berisha sulmoi edhe emërimin e Iglitafës në krye të Akshit, duke e quajtur vegël të klanit të Surrelit, edhe duke e lidhur me një tender 75 milion euro. Po ashtu e akuzoi gjyqtaren Irena Gjoka, teksa doli nga ambientet e Spakut, ku paraqitet në kuadër të zbatimit të masës së sigurisë ndaj tij. Berisha kërkoi që Irena Gjoka të përballet me përgjegjësi penale. Nga ana tjetër, si çdo herë, Berisha nuk kurseu akuzat edhe për të tjerë aktore, faktor të drejtësisë së re, sikurse Altin Dumani, kreu i Spakut. Lëvizja Bashk prezantoi sot një platformë të re politike e cila synon të adresojë atë që partia e quan krizë legitimiteti dhe kapje të shtetit në Shqipëri. Platforma u prezantua gjatë një takimi me anëtarë dhe mbështetës, duke përfshirë një sër propozimesh për reformë institucionale dhe juridike. Në qendër të iniciativës qëndron rritja e efikasitetit në luftën kundër korrupsionit dhe kufizimi i ndikimit të krimit të organizuar në politikë dhe ekonomi. Paketa përfshin ndryshime ligjore dhe amendamente në kodin penal, duke parashikuar dënime më të ashpra deri në 20 vite burg për raste të caktuara të korrupsionit. Deputeti Redi Muçi theksoi se platforma nuk synon vetëm evidentimin e problematikave, por ofrimin e zgjidhjeve konkrete dhe ndërhyrje strukturore. Ai nënvizoi rëndësinë e masave parandaluese dhe të reformave ligjore për të garantuar një luftë efektive kundër korrupsionit, duke përmendur nevojën për rishikimin e dispozitave aktuale të kodit penal. Muçi u shpreh kritik ndaj propozimeve për krijimin e një qeverie teknike si mjet për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, duke e konsideruar këtë ide të dështuar. Sipas tij, bashkëqeverisja mes Partisë Demokratike dhe asaj socialiste edhe nën petkun e një qeverie teknike nuk do të sjellë ndryshimin e kërkuar, duke e cilësuar si nonsens logjik. Platforma e Lëvizjes Bashk me krye Arlind Qorin synon të ndërthurë reforma institucionale dhe masa ligjore për të adresuar krizat e legjitimitetit, duke krijuar një qasje të strukturuar për të luftuar korrupsionin dhe kapjen e shtetit. Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, në Komisionin e Ligjeve kundërshtoi projektligjin për qeverisjen elektronike, duke ngritur shqetësime për funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, AKSH. Ajo theksoi se pavarësisht hetimeve dhe referencave nga struktura e posaçme për tender në fushën e teknologjisë, nuk është kryer një auditim i plot dhe i pavarur për fondet publike, duke përmendur kontrata me vlerë 500 milion euro. Tabaku kundërshtoi dhe kalimin e infrastrukturës kritike digjitale në një shoqëri aksionere me përfshirje private, duke ngritur pikpyetje për sigurinë kombëtare dhe mbrojtjen e të dhënave të qytetarëve. Sipas saj, në vendet e EBE-s, këto sisteme administrohen nga shteti për shkak të ndjeshmërisë së tyre. Në fund, ajo e cilësoi nismën si një tjetër shembull të ligjeve që sipas saj kanë kthyer kuvendin në noter. Banorët e zonave të prekura nga projekti TID në Durrës kanë publikuar një qendrim ku shprehin shqetësimin e tyre mbi mënyrën e zbatimit të projektit dhe alternativat e propozuara nga institucionet. Ata theksojnë se gjatë një takimi me përfaqësues institucional, përfshirë kryeministri Rama dhe kryebashkiaken Sako, u është bërë qartë se projekti do të vijojë pa ndryshime. Banorët kritikuan 3 opsionet e prezantuara: çmim shpronësimi më të lartë, zhvendosje në zona periferike ose sistemim në një objekt vetëm të zgjedhur nga bashkia. Ata pretendojnë se disa prona nuk përfshihen në listën e shpronësimeve dhe vlerësimet nuk janë të sakta, duke u shprehur se kjo cënon ligjshmërinë. Ata kërkojnë shtyrjen e afateve ligjore për ekzekutimin e projektit, pezullimin e menjëhershëm të shembjeve dhe shqyrtimin individual të çdo rasti. Në të kundërt paralajmërojnë për shkallëzim të protestave dhe veprimeve institucionale, duke bërë të ditur se ka nisur edhe komunikime ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj u paraqit sot në gjykatën e posaçme, ku mohoi akuzat që e përfshin në një grup të strukturuar kriminal. Beqaj argumentoi se prokuroria e posaçme nuk ka kryer verifikime konkrete mbi zbatimin e kontratës për sterilizimin, duke i cilësuar akuzat si të pabazuara e të pamatura. Ai sugjeroi që prokurorët special të kontrollojnë realisht terrenin dhe theksoi se kontrata përfundon më datë 8 mars, ndaj të nxitojnë e të kryejnë verifikimet e nevojshme.
Sipas të dhënave të vitit 2025 nga Dhoma e Biznesit të Diasporës, mbi 2.256.346 shtetas shqiptar jetojnë jashtë vendit, duke përbërë rreth 49% të totalit të popullsisë shqiptare. Prej tyre 1.177.529 janë meshkuj dhe 1.078.817 femra. Struktura sipas moshës tregon se pjesa më e madhe e diasporës është në moshë pune 15 deri 64 vjeç, që përbën rreth 77%, ndërsa 18% janë fëmijë 0-14 vjeç dhe 5% mbi 65 vjeç. Shqiptarët jashtë vendit ndikojnë në ekonominë kombëtare përmes remitancave që tejkalojnë 1 miliard euro në vit, si edhe përmes angazhimit profesional dhe rrjeteve të bashkëpunimit. Megjithatë, numri i saktë mbetet i vështirë për të përcaktuar për shkak të lëvizjeve të vazhdueshme. Gjykata e Tiranës pranoi kërkesën e prokurorisë për pezullimin nga detyra të Gzim Salës, drejtori financave në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, për shkak të hetimeve mbi shpërdorim detyre. Hetimi lidhet me punësimin e Muçi Shalianit, i cili ishte pjesë e AMP-s si ndihmës specialist në drejtorinë e forcës së posaçme operacionale. Sipas prokurorisë, dokumentet e Shalianit për punësim rezultuan të falsifikuara dhe procedura e punësimit nuk respektonte ligjin për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore dhe rregulloren e miratuar me vendimin e Këshillit Ministrave nr. 532 datë 29/7/2022. Shaliani ishte punësuar vetëm 4 ditë pas paraqitjes së kërkesës, gjë që sipas prokurorisë tregon se nuk u respektuan detyrimet ligjore të AMP-s. Punësimi i tij lidhet gjithashtu me ngjarjen e atentatit mafioz në Rinas, ku Shaliani ndodhej në të njëjtin automjet me shënjestrën Gilman Dodani. Hetimet mbi këtë ngjarje vijojnë, ndërsa për kompetencë prokuroria e Tiranës ja kaloi dosjen Spakut me dyshimet se pas këtij atentati mafioz fshihet një grup i strukturuar kriminal. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit njoftoi se projekt buxheti për vitin 2026 do të sillet vetëm pas prezantimit të programit të ri qeveritar. Ai shpjegoi se drafti i buxhetit ishte miratuar në tetor 2025, por zgjedhjet e parakohshme ndërprem procedurën parlamentare. Buxheti i ri parashikon afro 4 miliard euro, ku rreth 1 miliard dedikohet për investime kapitale. Njëriësi është pagesa e pagës 13 për sektorin publik e planifikuar këtë vit në pranverë. Kurti theksoi se rritja ekonomike prej së paku 4% përbën zhvillim të qëndrueshëm dhe jo vetëm vazhdimsi të status quo-s. Ai po ashtu krahasoi buxhetin aktual me fillimin e mandatit të tij në 2021, kur buxheti ishte 2.4 miliard euro, duke nënvizuar se rritja për 2/3 brenda 5 viteve tregon progres real dhe të qëndrueshëm. Nga ana tjetër, kreu i LDK-s në opozitë Lumir Abdixhiku kritikoi projekt buxhetin 2026 duke konsideruar të pakët dhe pa objektiva zhvillimore, duke vënë theksin te niveli i lartë i varfërisë dhe ndikimi i inflacionit në fuqinë blerëse të qytetarëve. Diskutimet për projekt buxhetin 2026 do të vijojnë në seancat e ardhshme në Kuvend pas shqyrtimit të programit qeveritar. Ish-ministri e Arsimit Vesna Bratić u arrestua në Podgoricë nga prokuroria speciale për dyshime për shpërdorim detyre zyrtare gjatë mandatit të qeverisë Zdravko Krivokapić. Hetimi lidhet me vendime administrative në sektorin e arsimit, përfshirë shkarkime dhe ristrukturime të kontestuara që mund të kenë shkaktuar pasoja financiare për shtetin. Ky arrestim shfaqet në kohën kur Podgorica përpiqet të forcojë kredencialet europiane dhe të tregojë se askush nuk është mbi ligjin. Ai mund të shihet si një mesazh për llogaridhënie, por edhe si ripozicionim politik brenda vendit. Zhvillimet ndikojnë në stabilitetin institucional dhe ekuilibrat rajonal, duke e bërë procesin ndaj Bratić një test të rëndësishëm për drejtsinë malazeze dhe integrimin europian. Bashkimi Evropian do të përfaqësohet në takimin e parë zyrtar të Bordit të Paqes për Gazën nga Dubravka Suica, komisionere për Mesdheun, duke marrë pjesë vetëm në diskutimet për Gazën. Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen nuk do të marrë pjesë. Iniciativa e udhëhequr nga SBA synon mbikëqyrjen e demilitarizimit dhe rindërtimin e Gazës sipas kuadrit të OKB-s. BE-ja nuk do të bëhet antare e bordit, por do të kontribuojë me ekspertizë dhe mbështetje financiare për rikthyer pas luftës. Dy vende antare, Hungaria dhe Bullgaria, tashmë morën pjesë në ceremoninë e nënshkrimit në Davos, ndërsa Italia dhe Çipro mund marrin pjesë si vëzhguese. Angazhimi pasqyron përpjekjet diplomatike të Bashkimit Evropian për koordinimin e partnerëve evropian dhe arab për rindërtimin e Gazës.
Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio gjatë vizitës në Budapest theksoi se presidenti Donald Trump është thellësisht i përkushtuar ndaj suksesit të kryeministrit Viktor Orban dhe Hungarisë. Rubio argumentoi se lidhja personale mes Trump dhe Orban është baza e marrëdhënies së fortë midis SBA-ve dhe Hungarisë, duke e cilësuar si epokën e artë të marrëdhënieve dypalëshe. Ai shtoi se çdo sfidë ekonomike apo politike që Hungaria mund të përballet do të marrë vëmendjen e SBA-ve për shkak të rëndësisë së vendit në Europën qendrore dhe lidhjes personale me Trump. Vizita e Rubios vjen pas konferencës së sigurisë në Munich, ku Orban kritikoi Bashkimin Evropian duke theksuar tensionet ndërmjet Hungarisë dhe Brukselit. Armando Duka u rizgjodh parival për president të Federatës Shqiptare të Futbollit gjatë Asamblesë së Përgjithshme Zgjedhore, duke marrë 48 vota pro nga 48 delegatët e pranishëm, praktikisht 100% të rezultatit. Ky është mandati i tij shtatravazi që e mban në krye të federatës që nga viti 2002, duke vendosur një rekord të jashtëzakonshëm në futbollin shqiptar dhe rajonal. Mandati i ri do të zgjas 4 vite, duke bërë që zgjedhjet e ardhshme të mbahen në 2030. Votimi ishte i hapur pasi Duka ishte kandidati i vetëm. Asambleja gjithashtu zgjodhi anëtarët e komitetit ekzekutiv duke përfshirë Anila Bashën, Armand Cungu, Blendi Fevziun, Edmond Hasanbellin, Erin Dresulin, Geri Çipin, Lufti Nurin, Envi Hickën, Gjergji Petrun dhe Pano Xhixhon. Nga gara u tërhoqën Abdyl Kuriu dhe Arben Dervishaj. Ky i fundit ka shërbyer edhe si zëvendës president në mandatin e fundit.